të nderuar vëllezër, gjithashtu vëllezëria është kompletimi i imanit. Pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk ka thonë la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. S'ka besu për ju askush që duhet derisa të mos e doj për vëllaun e vet ato që do për veti. Pse? Sepse vëllau po i thot as nuk ka lidhje të gjakut, as nuk i bashkon nona as bab, sepse ato me cilin bashkon nona dhe baba s'ke qare pa e dashur, domethënë është instinkt. Sepse ke shumë elemente të rëndësishëm që të bashkojnë me to, është nona dhe baba. Pastaj është edhe interesi, pse të trashëgojnë njëri tjetrin. Ndërsa me vëllaun musliman, nuk të ndajnë këto elemente, ose nuk të bashkojnë më mirë me thonë këto elemente. As nuk kene për interesi se nuk e parashesh shariati që vëllaun musliman që nuk ka lidhje të gjakut me trashëgojnë njëri tjetrin. Mos ka interes këto. E kur i bën këto, për hir të Allahut, atëherë e prek imanin. E forcon imanin, e plotson imanin, po njëkohësisht edhe e zbeh imanin, edhe ul imanin, nëse nuk ja don vëllaut musliman ato që e don për vite. Pse të ndërror vëllezër? Për arsye se me i thon dikujt, du për hir të Allahut, ose të kam vëllau për hir të Allahut është fjalë e madhe. Është fjalë e madhe, sikur po don me i thon atina, ajo që më lidh mua me ty është Allahu. Bon mes meje dhe teje e kemi Allahun dorëzan, edhe e kemi Allahun dëshmitar që unë ty të kam vëllau. Është fjalë e madhe. Von çka e kam dëshmitar Allahun, edhe në këtë botë edhe në botën tjetër do ta kam dëshmitar që ty të kam vëllau. Pse të kam vëllau? Për Allahun. E Allahu do të dëshmon. E tash a ka mundësi me i thon dikujt du për hir të Allahut edhe me mshef masanena? Sene të cilat ka me i qitë Allahun ditën e gjykimit. Ka me i shpalos ato. Ka me thonë, me qëfar drejtë mua më ke marrë dëshmitar. Edhe ke mashtru njërin në emër tem, unë du për hir të Allahut, ndërsa s'ka qenë hira Allahut, ose s'ka qenë vetëm për hatër të Allahut kjo vllazëllak. Kështu që kur i thot dikuj du për hir të Allahut, ose të kam vëllau për hir të Allahut, domthon mes meje dhe teje është Allahu ai që na lidh. Ai është të na po çka jemi të bë, edhe është të na përcjell, edhe është të regjistruar gjithçka, edhe në ditën e gjykimit ka më na gjyku. E qysh tash unë, edhe Allahun e kam dëshmitar që unë ty të kam vëllau dhe pastaj më mshef diçka, edhe me dal që s'të kam vëllau, po jo më numë të abo rafsh ose na interesën e diçka tjetër. Tamam, kjo është mashtrimi më i madh që mundet më abon njeri, muslimani, vetës. Bile mos i thuj du për hir të Allahut, ose të kam vëllau për hir të Allahut, sepse Allahun po e bën dëshmitar, vëllai. Allahun po e bën dëshmitar, diçka do të thonë Allahun dëshmitar.